Shtypi grek vazhdon të komentojë notën e protestës që Tirana zyrtare ja paraqiti Athinës ditë më parë, ku kërkonte ndryshimin e programit të kërkimeve për naftë në detin Jon, por edhe hartën toksore të tyre. E përditshmja Kathimerini në një shkrim të saj u referohet burimeve diplomatike, sipas të cilave kjo lëvizje konsiderohet përpjekje për të vënë në dyshim kufi toksor mes dy vendeve. Në nivelin politik, ajo shihet si një nismë e rrezikshme për marrëdhënie dypalshe. Burimet pohojnë se këto veprime të Tiranës zyrtare frymëzohen nga ideali nacionalist i Shqipërisë së Madhe, ndërsa hedhin dyshimin se mund të jenë nxitur nga Turqia. Gazeta i referohet vizitës së presidentit turk Erdogan në Tiranë, i cili u takua me përfaqësues të Partisë Çame PDIU dhe thekson se hartat me zonat kërkimore në Janin janë publikuar që prej vitit 2011, por atëherë nuk pati asnjë reagim. Ndërsa ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati sqaroi nga Brukseli pas takimit të 7 të Këshillit të Stabilizimit dhe Asociimit mes Shqipërisë dhe BE-s se kërkesa e palës shqiptare lidhej me një zonë ku aplikohen ligjet ndërkombëtare, ende nuk ka informacione nëse homologu grek Nikos Kocias do të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të Europës Juglindore që do të zhvillohet në Tiranë.